I grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Niko Peleshi, ka prezantuar listën e kandidatëve të Partisë Socialiste për qarkun e Korçës. Ai u shpreh se Partia Socialiste do të synojë 7 deputet në qarkun e Korçës. Do të kemi 10 kandidat, lista e mbyllur ka 3 deputet, do të jetë Niko Peleshi, Romina Kuko dhe Genti Lakullari, u shpreh ai. Sa kaq, lista e hapur do të ketë Alfons Oldashin, Arjan Jauplarin, Besa Spahon, Bledi Çomon, Eni Zaken, Eridion Rustemin, Gëzim Gorën dhe Ilirian Pendavinjin, Vasil Sterovskin dhe Vinjola Rotën. Besa Spaho ka lindur në 3 dhjetor 1987 në Korçë, sot është në kryetare e Bashkisë së Korçës, ka kandiduar edhe në listën e Bashkisë së Tiranës. Bledi Çomo është lindur në 22 qershor 1982 në Pogradec. Bledi Çomo është jurist, avokat, me eksperiencë të gjatë edhe në fushën e avokatisë, por ka dhe një shkollim në menaxhim biznesi. Eni Zake është emri i njohur sepse është deputete aktuale për qarkun e Korçës, ka lindur në 12 shkurt të vitit 1981 në Korçë, ka përfunduar Fakultetin Ekonomik të Universitetit Fanoli në Korçë, në financë dhe kontabilitet, dhe ka gjithashtu dhe një master në Universitetin e Ohrit. Eridion Rustemi është një djalë i jashtëzakonshëm nga Pojani, nën kryetari i Bashkisë së Maliqit sot, por që më ka bërë shumë përshtypje mua dhe të gjithë kolegëve të tjerë për kushtimin e vet ndaj komunitetit. Gëzim Gora është emri i dytë që e thash pak më lart për bashkinë përfaqësuesi i Bashkisë së Devollit, natyrisht në listën e qarkut ton. Ai ka lindur bilisht në vitin 1988, siç e shikoni përgjithsisht, mosha është e re e kandidatëve tanë. Ka përfunduar studimet në Universitetin Politeknik të Tiranës, dega inxhinieri mekanike dhe master shkencor në energjetik. Ilirian Pendavinji është emër gjithashtu i njohur, ka 3 mandate deputet, ka lindur në vitin 16 maj 1971, ka mbaruar studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tiranës, i specializuar në nefrologji. Vasil Sterovski është gjithashtu një emër që mund ta njihni, ka qenë deputet për pak kohë në parlamentin e kaluar, ka qenë në listën e kandidatëve për deputet edhe në vitin 2021, është kryetari i Aleancës së Maqedonesve për Integrim Evropian, AMIE, është një parti me cilin e kemi nënshkruar edhe kemi një bashkëpunim, kemi nënshkruar edhe një marrëveshje lokale, themi, për lokalitetet ku ka komunitet Maqedonas, kryesisht është zona e Korçës, por jo vetëm. Drejtuesi politik i qarkut Korçës dhe më intereson padyshim pari vota e Partisë Socialiste, nga e cila prodhohet dënimi i mandateve, 7 mandate si në qarkun e Korçës. Faleminderit, natën e mirë.